Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht të vërtetat dhe qëndrimet e Rogertit. Shpesh herë është komentuar, në fakt kemi hedhur hamendësime të ndryshme, kemi hedhur mendime të ndryshme, sepse u bashkua Rogerti dhe Miri. Në fakt askujt nuk i kishte shkuar mendja që kjo që ne do të themi ishte sebepi i bashkimit të Rogertit edhe Mirit. Miri dhe Rogerti kanë qenë dy lojtarë të cilët kanë qenë në kundërvajtje, unë kështu e them, kundërvajtje me njëri tjetrin, por çuditërisht ato të dy u bën bashk. Siç duket, hyrja e Luizit në shtëpinë e Big Brotherit e trëmbi Rogertin. Tani, unë e kam parë Rogertin në momentin që ndjet në siklet, në momentin që ndjet i kërcënuar nga loja e tjetrit, apo ka një banor më të fortë, mbrojtja e vetme e Rogertit është ofendimi, degradimi dhe të bërtiturit. Mendon që me zërin e ngritur mund ta eskalon apo mund ta kalon situatën. Rogerti e ka pranuar që Luizi i bëri bashkë me Mirin sepse që të dy e ndjenin veten jashtëzakonisht të dobët në krah me Luizin. Dhe në këtë formë ato mund të ishin më të suportuar, më të duartrokitur dhe më të dashur te publiku. Tani, unë e besoj që kjo gjë është e vërtet, sepse të jesh brenda një shtëpie dhe në këtë format të rikthehet banori më i fortë, që është Luizi, që do me thënë nuk ka Big Brother që e rezon, nuk është e lehtë dhe unë e shoh që Rogerti u tromb dhe ato u tromb shumë. Tani, a e çoi Rogertin Luizi në finale? Jo. Pa marrë parasysh që Rogerti thot ashtu, ai e thot në mënyrë ironike, por Luizi nuk e çoi Rogertin në finale, sepse Luizi gjatë kohës kur ishte në shtëpinë e Big Brotherit, përkundrazi nuk u mor me Rogertin sepse e pa që Rogerti tregoi një lloj mlefi dhe një lloj inati. Por që u përfol si një shoqëri e mirë mes Rogertit dhe Mirit, jo, do të thënë ishte interes. Unë mendoj që Luizi i ndihmoi deri diku Rogerti që ta shikon veten që të mos përdorën të njëjtën gjuhë. Por Rogerti kishte hyrë me këtë bindje, kishte hyrë me këtë qëllim, kishte hyrë me këtë, do të thënë kjo ishte loja e Rogertit për të ecur përpara. Do të thënë Rogertin dhe Mirin nuk i bëri bashk as Selina, as Mateo, por i bëri bashk frika e Luizit. Tani kjo vjen nga ana e Rogertit, ndërsa nga ana e Mirit, unë mendoj që Miri nuk u afrua në momentin kur erdhi Luizi, përkundrazi Miri u ndjej vetëm brenda asaj shtëpie dhe dorën më të fortë, aleancën më të fortë brenda në shtëpi, Miri e ndjente Rogertin dhe duke ndjer Rogertin si dorën më të fortë, ai mendoi që të qenurit afër me Rogertin, Mirin do ta çonte drejt kësaj finale. Si e mendoni ju këtë gjë?